Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nëse vazhdojmë me ligjëratën e radhës që kemi në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ligjëratën e fundit kemi përmend pasi që pejgamberi alaihi salatu wassalam e filloi thirrjen publike, u angazhuan pastaj sepse kjo nuk i pëlqeu mushrikëve, u angazhuan ata për ta ndalë thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke përdorur fillimisht si metodë që axhën e tij ta çojnë si sebeb për ta ndalë. Mi po e panë që nuk është e mundshme dhe se ai nuk e dorëzon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ata pastaj u detyruan me kalu me një metodë tjetër. Mi po e patën edhe në presionin e kohës për arsye se i shafrua edhe haxhi, koha e haxhit dhe se do të vinin arabët nga dishulli arabik. Edhe shkon tek Walid ibn al-Mughira për ta marrë mendimin e tij për arsye se ai ishte prej më të vjetërve dhe kishte përvojë dhe mendimi i tij ishte i çmuar tek ata. Dhe ajo dha si mendim ose i detyroi ata që të unifikohen mendim. Domethënë nëse dojnë me akuzu me diçka, me sulmu me diçka, në të jetë akuza e njëjtë dhe e përbashkët që mos ta përgënjeshton njëri tjetrin. Dhe ata pastaj kërkuan mendimin e tij, po ai nuk e pranoi, po tha ju jepni mendimin, pastaj unë u përzgjedhi. Thonë ta akuzojnë si fallxor, dikush tjetër tha si çmendur, dikush tjetër si poet, dikush tjetër tha si sihirbaz, magjistar. Mi po asnjëri prej këtyre nuk e pranoi Walid ibn al-Mughira, po nuk e pranuan edhe ata. Ata dinin se nuk është e vërtetë, saktë po dëshin patjetër do një akuzë. E Walid ibn al-Mughira jo se ishte musliman, nuk e pranoi, por kundrazi, jo vetëm si pranoi ato si mendime, si akuza, po edhe e lavdroi Kur'anin, ose foli fjalë të mira për Kur'anin, tha se Kur'ani është i ëmbël, tha është i fortë, domethënë është me ka ndikim shumë të madh, lën ndikim të madh. Po pastaj patjetër ato donin u dëshke sipas tyre me armë një vendim me një akuzë. Dhe vendosën që më e përafërta, jo se ishin të bindur atë si në akuzë, po më e përafërta ishte me thonë për pejgamberin alayhi salatu wasalam se është magjistar ose sihirbaz. Edhe pse e dinin ato se kjo s'është e vërtetë, po nga pamundësia me gjetë diçka tjetër, vendosën që ta akuzojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si magjistar sihirbaz. Dhe filloi kjo fushat, domethënë, e me përhap këtë si akuzë në për haxhilerat që do të vinin tek arabët. E ballina e kësaj fushate ishte kush? Ishte axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Lehebi. Apo i cili ishte prej më të ashërve, ndërsa Rabi'atu ibn Ibad ad-Dili radiallahu anhu, pse themi radiallahu anhu, sepse e ka pranuar Islamin, mi për momentin që e tregon këtë ndodhi, ka qenë jahiliet, thot hera e parë që kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë suk Dhil Majaz. E kanë pa për së pari herë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë tregun e tretë prej tregjeve të mëdha që ishin të arabët. Apo Qadhi me xhinne edhe Dhil Majaz. Edhe kjo më e treta është më vetëm se disa ditë para ose ditët e fundit para se me fillu ritualet e haxhit. Do të kompona për këto Dhil Majaz në për rrugët e tregut se i thoi ke njerëzve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu. O je njerëz, thoni la ilaha illa Allah të shpëtoni. Thot mbledheshin njerëzit për rreth tij, mi po asnjëri s'toi ke diçka. Pejgamberi alayhis salam po thot thoni la ilaha illa Allah të shpëtoni, ato kur kush s'folke. Amo pejgamberi alayhis salam nuk u nal, tha Rabi'atu ibn Ibad. Tha po thoi ke prap, ayyuhan nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Kur kush thot nuk folke përveç një personit i cili ishte ahwal wadi'ul wajhi dha gadirataini. Ishte ahwal si shtremt, i bardh në dikur, thot dhe i kishte 2 gërsheta, që ka qenë prej adetit arab. Thot ai shojke pas këtij pejgamberit, ose pas këtij njeriu që thotë la ilaha illa Allah, shojke pas tij dhe i thotë mos i besoni, innehu sabiun kadhib, sepse kjo ka braktis fenë e baballarëve të vet dhe domethënë është gënjeshtar. E thot Rabi'atu ibn Ibad, thot i vet ato, kush është ky personi që po thot kulu la ilaha illa Allah tuflihu, thanë se kjo është Muhammed ibn Abdillah, kjo është Muhammed i biri Abdullahut sallallahu alaihi wasallam, i cili po thot se është pejgamber. E ky tjetri tha ai është ammuhu Abu Lahab, është axha e tij Abu Lehebi me një transmetim Abdul Uzza.
Dhe kështu, domethënë, Ebu Lehebi ishte prej më të ashpërve, dhe mushrikët vazhduan atë fushat që i kishin, mi po, ajo paradoksi është se ato vazhduan fushatët, mi po ne përmendëm që ato donin diçka tjetër, po Allah do ke diçka dhe ndodhe ajo që doshte Allahu. Ato dashten me nal me këtë fushat, me nal pejgamberin alayhis salatu wasalam dhe thirrjen e tij, përkundrazi pat efekt të kundërt, se u përhap lajme dhe thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe deportoi në çdo fis. Dhe u shpërnda pastaj pas haxhit në për fiset nga dishën arabik, derisa u bë edhe muhabeti i mezhliseve dhe shtëpive të ndryshme nga dishën arabik. Ne kemi undalëm tek mësime dhe dobit që i kanë nxjerrë ulemat nga kjo pjesë e sirës, që fillimi i kësaj ligjërate ishte përsëritja e ligjëratës së fundit. Mësimi i parë vëllezër që nxjerrim është shka se lidhja e besimit është më e fortë se sa lidhja e gjakut. Dëshmi për këtë është shka? Dëshmi për këtë është Ebu Lehebi, apo i cili, domethënë, po e lufton shumë Islamin. Dhe ata ashpër. Është axha i këtij që po thotë se është pejgamber alayhis salatu wassalam. Edhe po i thotë çka? Po i thotë tabban laka ali hadha jama'atana. Tha mirë për ty, ja për këtë na kemi lidh. Kujt i tha? Kush kujt i tha? Po i thotë Ebu Lehebi, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për një fillim të thirrjes. Domethënë çish fillim e ka shfaq armiqsinë e tij. E çka tha Allah azza wa jalla? Tha tabbat yada abi lahabin wa tab. Zbriti surën Masad. Tha u thafshin durët e Ebu Lehebit të u shkatroft. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Apo, masane? Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Nuk i bani dobi atij as pasuria, apo as ajo dëbamat e tija. Se jasla narën dhata lahab. Tha ky ka me shiju një zjarr që është flakërus. Lahab. Wa mra'atuhu hammalat al-hatab. Dhe gruaja e tij që i ka bart drunt, fi jidha hablum min masad. Në qafën e saj ka me pas një qarkore nga të përdreth, meset. E kishka dashti me enal pejgamberin alayhis salatu wassalam, mi po Allah azza wa jalla pa zbrat këtë sure që në sure tregon Allah azza wa jalla se ti fundin ke me pas të dënim të dhëmshëm. Edhe pse ishte axhi i pejgamberit alayhis salatu wassalam, nuk i bani dobi kjo. Nuk i bani dobi kjo. Na dajnë duke thonë, ti mundesh me kon axhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mi po nuk ban dobi përderisa jeti armik, edhe nuk i ke besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe se ti përderisa je zullumçar dhe armik i fesë, ke me marr dënimin ashtu siç e meriton, edhe se nuk kam edhe bë dobi afërsia që i kemi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dëshmi tjetër o vëllezër, ka më ardhur më vonë në sire hadithi Aishës radhiyallahu anha Muslim. Në çlimin e Mekës, njëna prej grave të Makhzum, fisit Banu Makhzum, ka pas emrin Fatime. Pse është përmend emri edhe se zakonisht në veprat këqija nuk përmendet emri, do ta përmendim pak më vonë. Kjo gruaja fisit Banu Makhzum që ka pas emrin Fatime, ka vjedh çlimin e Mekës. Dhe kur ka vjedh, pastaj ka ardhur merita për me dënu, apo shariati që është me dënu atë që vjedh. Dhe fisi saj, po edhe me kaset, domethënë ta shliru Mekka, mi po shumë e rënë me dënu dikan nga fisin Banu Makhzum, s'është fis shumë me nam. Andaj thanë, ata çojnë dikan te pejgamberi alayhis salatu wasallam me ndërmesu, që ose me ja largu dënimin ose me pagujt diçka për mos po dënu. Kanë do e çojna kanë thonën e dhanë idhin Usame ibn Zeidin. Kush ishte Usame ibn Zeid? Thanë hibbun nabi sallallahu alaihi wasallam, që ka dash shumë pejgamberi alayhis salatu. Pse e ka dash shumë? Sepse është djali i Zeidit. E Zeidi kush ishte? Zeidi ishte birsumi i pejgamberit alayhis salam fillimisht, pastaj derisa erdhi ndalesë. A më ka dash shumë. Edhe shkon Usame ibn Zeidi me ndërmesu, çka tha pejgamberi alayhis salatu wasalam? Tha tashfa'u fi haddi min hududillah. Tha duke ndërmesu për mos moralizuar një prej ligjeve të Allah. U idhnu shumë. Dhe pastaj u ngjit në hutben minber pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: Innama ahlaka alladhina qablakum annahum kanu idha saraka fihim ash-sharifu tarakuhu wa idha saraka fihim ad-da'ifu aqamu alayhi al-hadd. Tat popull para jush janë shkatruar atëherë kur fisniku prej tyre nëse ka vjedh e kanë lënë anësh, nuk i kanë dhënë dënim. Dorsa nëse ka vjedh dikush që ka një dobët, thotë e kanë zbatuar dënimin mbi të. Pastaj wajmullah law anna Fatimata bint Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Pashallah, thotë nëse Fatimia bia Muhammedit sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha
do të kishte vjedhur, do t'ja kisha prej dorën. Do të thonë do ta kisha zbatu ligjin e Allahut mbi të. A po kuptoni tash pse u përmend emri i asaj që ka vjedh? Sepse po thot pejgamberi alayhis salam, jo Fatimja fisit Banu Makhzum, po edhe Fatimja e cila është bija e pejgamberit vjedh, nuk e pengon këta nga zbatimi përdesa ka bën një gabim pejgamberi. Andaj u përmend se Ebu Lehebi ishte axhi pejgamberit alayhis salam, po përderisa ishte armik i Allahut dhe zamerat që e ka merituar. E dyta bidobive, ka thonë ulemaja lejohet mu demasku dikush që është armik i Allahut dhe pejgamberit alayhis salam përderisa është kështu. Do të thonë përderisa lufton Kur'anin dhe Sunetin dhe është armik i hapur i Islamit dhe muslimanëve, lejohet mu demasku dhe mu publiku emri i tij. Një ashtu edhe për muslimanët të cilët e bojnë doni gjuna, për gjunave që nuk janë mes tij dhe Allahut veç, po është gjuna që ndikon edhe në shoqëri për së keq. Kanë thonë ulemaja vëllezër se Ebu Lehebi u përmend me emër në Kur'an, apo? U përmend me emër në Kur'an që më mbet kjo se lejohet mu përmend me emër dikush që është armik për armiqve të mëdhenj të Islamit. Edhe pse parimisht ne dimë që muslimanëve duhet mu amshev dhe mu ambulu të metat edhe gjunahat. Sepse kemi hadithin ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith është Buhari, "Wa man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah." Kushdo që ambulon një vëllau të vet, Allah ka më ambuloni të metë ose një gjuna ati ditën e gjykimit. Mi po ka thonë Imam Nevevi dhe të tjerë ka thonë vahadhe as-sitru fi ghayri al-mushtahirin. Thotë që kjo mbulesë vlen për ata që nuk e ban gjunahun sheshazi, haptas. Nëse kush ban një gjuna që duhet me e shfaq, me publiku emrin e tij për mu urujt musliman tjerë dhe me shpëtu shoqënia, thotë nuk prish punë mu përmend me emër. Ina duke fol për me përmirësu gjendjen, jo për me nënçmu personin. Sa është një rast nga kohën e Abu Dardas radhiyallahu anhu, njëri ka bën një gabim, një gjuna dhe pastaj ka ardhur fundi që mu dënu. Dhe tu çu te veni për me dënu, kanë filluar njerëzit me shajt edhe me fol keq për te. E ka thonë Abu Dardaja la tasubbu akhakum. Ka thonë mos e shani, mos folni keq për vllahun e juve. O inma, do të thonë dhe mi po ka thonë lutnu Allahut alladhi afakum. Po lutni Allahut dhe bani hamd Allahut fahmedullaha alladhi afakum. Bani hamd Allahut që ju ka rujt juve nga gjunahu. Mos u merrni me ta. Sepse ai ka më marr ata që ai takon. Përderisa ka bërë gjuna dhe ka ardhur çështja tek organet domethënë e shtetit. Mi po ka thonë ju tash shemo kur ta shihni gabimtarin, thuni hamd Allahut azza që juve s'u ka sprovu. Bani hamd Allahut që juve s'u ka sprovu. Vazhdon hadithin me Abu Dardan që i ka thonë ju nëse e shihni se ka rënë bunar, a kishin i muket vëllai juve? Ka thonë po. Atëherë ka thonë pse s'ini moni këtu? Është bile edhe në hadith ka ardhur që thot pejgamberi alayhi salatu wasalam la tu'inu shaytana ala akhakum. Mos i ndihmoni shejtanin kundrejt vllaut tan. Juve mos u rreshtoni te shejtani për me devijua edhe më shumë vllau juve, se ti tash kur ta shohësh, ai ka bënë gabim. Përderisa është suazat e Islamit, ai ka bënë gabim. Tash mos u rreshtoti pas shejtanit edhe ati, mo vetëm me avështesu tobën dhe pendimin, bile mundet me çuat deri në kufër. Sepse ti e bën rreshtin e këtij duke e shoh. Po ju nimoni. Ai ka thonë Abu Dardas, pse ti ka thonë nuk e urren gjunaçarin? Ka thonë nuk e urrej ata. Ka thonë urrej veprën e tij. Ndërsa ai përderisa do të thonë derisa kur ta laje, nëse e le është llaje. Çat vepër çka kanë shumë tumbë dhe e keqe. Do të thonë përderisa është musliman, i ka dhe dispozitat e Islamit dhe ka raporte me Islam, si musliman, si vllai jam musliman, mirë po nëse bën doni gabim që i bën keq shoqënisë, e përmendim gabimin, ndoshta edhe ata me emër për arsye të dobisë. A nëse është për armiqve të Islamit, domethënë edhe të muslimanëve, nuk prish punë mu përmend si emër, sepse është armik i Allahut. E treta bidobive vëllezër, ka thonë ulemaja, armiqt e Allahut dhe të Islamit e ndihmojnë njëri tjetrin në zullum. Domethënë bëhen bashkë kur është puna e zullumit. Sikur është rasti me Ebu Lehebin dhe bashortën e tij. Është shumë interesant, thonë ulemaja për me Ebu Lehebin, se si Ebu Lehebi, sipas disa transmetimeve që e keni përmendur nëse i kujtohet, ku lindi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i erdhi lajmi Ebu Lehebit nga gëzimi, e liroi robneshën që ja solli lajmin, që ishte Thuajbeja.
pikëzimit madh që është ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë ka lind djali i vllaut e liroi robneshën që kishte Thuajbe. Çiki që e gëzu me lindjen e pejgamberit alayhis salam, po bëhet armiku më i madh. Ndërsa bashkëshorta e saj e tina, Ummu Xhamili, po ndihmon shumë për të keqe. Ebu Lehebi vëllazër harrova me përmend surën Mesed, Ebu Lehebi është përmend me kunje. Ja vlen besoj si dobi me përmend. Është përmend me kunje. Ju e dini se tek arabët kunja Ebu Leheb, babai i Lehebi shembull, se si kunja është për me nderu dhe respektu njerin, apo? Kur e thirti me kunja o Ebu Fulan, ti e duke nderu dhe respektu. Pse për e thirë Allah Azza wa Jalla dhe për përmend Ebu Lehebin surën Mesed me kunje jo me emër? Apo e respekton e nderon, a kënena i tregon dënim dhe fundin e tij. Ka thënë ulemaja, e ka përmend me kunje Ebu Leheb për arsye se emri i tij është në formën e kunjes Ebu Leheb. Se thuhet se emri Ebu Lehebit ka qenë Ebu Leheb, dhe kjo është prezente te arab, ku emërtohen njerëzit me kunje, Ebu Leheb, Ebu Selem ose kështu, ai emër është, nuk është kunje. Andaj thonë edhe Ebu Lehebi ka pas Ebu Leheb ibnu Abdul Muttalib. Emrin Ebu Leheb, andaj Allah e ka përmend me kunje, sepse është në realitet emër, nuk është kunje. Dikush ka thonë, jo, emri i tij ka qenë Abdul Uzza, si është përmend, apo? Abdul Uzza, po përderisa është Abdul Uzza që ka kuptimin në robi el Uzza që është pej puteve, nuk është e hishme dhe përshtatshme të përmendur në Kur'an një emër që nuk kupton në robëri ndaj dikujt tjetër pos Allahut. Gjithashtu është thonë se ka pas përshtatshmëri kunja e tij me dënimin, andaj Allah ka përmend me kunje. Se Ebu Leheb, çfarë kuptimi ka si kunja? Thamë në Ebu Lehebi për cilësive fizionomisë tij ka qenë i bardhë. Po kur është nervozu është skuq. E kjo skuqja nuk kupton diçka si flak, si zjarr, kupton. Edhe i kanë thonë Ebu Leheb, që është skuq. Tamam? E Allah pastaj ja përmend se asla naran dhat lahab. Ki ka me marrë një zjarr që është flakërus. Dhe pse ka përshtatje Ebu Leheb me zjarrin dënimin e tij e ka përmend Allah me kunje. E tash Ummu Xhamili, u përmend edhe Ummu Xhamil që është bashkëshorta e tij. Ummu Xhamil ka emrin Arwa bintu Harb ibn Umayya, përmend në ligjëratën e fundit. Mi po kunja e saj ka qenë Ummu Xhamil. E pse përmend Allah këta tash me emër? Surën Mesed nuk përmendet Ebu Lehebi me kunje. Apo thot Ebu Leheb, ama Ummu Xhamil nuk thot Ummu Xhamil. Po çka thot Allah? Thot wa imra'atuhu, gruaja e tij hammalet al-hatab, ajo që barte drum, ai ka me pas në dënim. Pse nuk i ka përmend Allah me emër ose me kunje? Bashkëshortën, ama i ka përmend burrin. Ka thonë ulemaja sepse kunja e saj është kunja e mirë. Ummu Xhamil është në kuptimin nana e të bukurës. E tash nana e të bukurës me dënim nuk përshtatet shumë. Dikush ka thonë për arsye se tek arabët është zakon që të fshehet emri i grave. Emri i saj, sipas disa ulemave, ka qenë Ummu Xhamil. Sikurse burri që ka emrin në formën e kunjes, edhe kjo ka pas Ummu Xhamil emrin. Mi po thot arabët zakonisht e kanë pas njohur, a kanë edhe përhapur, që ata t'i fshehin emrat e grave, motrave, nanave, sikur është edhe zakonet e muslimanët, apo? Që nuk i thirrin me emrat, edhe nëse në veti që ka motra jote emrin, ti nuk i rahat me përmend, apo ose që ka nana ose gruaja. Të arabët a kanë njohur kjo. Dhe në Kur'an nuk është përmend një grua me emër përveç kujt? Maryamës alayhis salam. Veç një gruaja në Kur'an është përmend me emër. Këre tjera nuk janë përmend me emër. Edhe këtu, rasti e gruas së Ebu Lehebit nuk është përmend me emër. A ka rastin hadithe që është përmend me emër ndonjë pi muslimanëve? Po, përmend shpesh. Amo janë përmend shpesh, ose janë përmend, më mirë me thonë, janë përmend për arsye. Jo pa arsye. Shembull, është në hadith Amr ibn al-As i shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: Ja Rasulullah, ayu nasi ahabbu ilayk? Ja Rasulullah, kush për njerëzve është më i dashur te ti? Do të thonë kanë domë për njerëzve më shumë, i ka thënë Aisha.
Ka thonë pi burrave kam fillim. Ka dosh t'ja përmendë këtij emrin. Ka thonë Ebuha, ka thonë babën e Aishës. Ka thonë tjetër, ka thonë pas Ebu Bekrit është Omerin. Dhe thotë ja nisim i përmend këtë da emra ajo në tem se përmend këtë thash e lash këtë. Tash mundet me thonë dikush mirë Aisha radhiyallahu anha u përmend. Ti po thu zban më përmend emrin, a kena thu Aisha pejgamberi alayhis salam e ka përmend. E ka përmend kur është në vet. Au pa në vet se ka përmend. Atë nuk është e hishme punë përmend atë. Dhe Allah subhanahu wa taala se ka përmend me emër gruan e Ebu Lehebit. Është dhënë edhe një interpretim tjetër ulemave kanë thonë për arsye se gruaja është e lidhur ndërlidhet me burrin. Apo sepse burri e ka obligim u kujdes për ta. Apo edhe përgjegjësia bjerë mbi burrin. Zakonisht përmendet burri, pastaj edhe bashorta pa emra. Dhe kjo jo për me e nënshmu, qoftë kjo e fundit ose kjo e dyta, jo për me nënshmu grujen, por kundrazi veç për me rujt edhe me mbrojt ma shumë, sepse tek ne gratë jam mbretëresha, po. Pëlqeti shumë njënin për ulemave që i kishin vetë, kishin thonë pse grave nuk ban ju fol në islam, kishin thonë mirë ju mbretëreshës, ai mundi mi fol kush mërinje? Ka thonë jo, ka thonë sa lloje të njerëzve janë, kush janë ato që mundon mi fol? Ka thonë veç një 7 lloje të njerëzve të afërme ose që kanë lidhje me te. Ka thonë edhe te ne çdo gruaja është mbretëresh. Edhe i ka 12 të familjes që mundon me i fol. 12 lloje, domethënë baba, vllau apo e kështu me radhë. Te ne çdo njënën e trajtojmë si mbretëresh, andaj edhe jo çdo kush mundet më ofru. Edhe tek emërtimi i grave, domethënë ne nuk ja përmendim emrin ose në Kur'an nuk i përmend për këtë arsye sepse ne e çmojmë, mi po këtë rast Ummu Xhamil është nga adeti i arabëve që mos po përmend edhe Allah subhanahu wa taala nuk ka përmendur. Mirë po tash po kthehemi tek dobia. Ebu Lehebi po edhe bashorta po i ndihmojnë njëri tjetrit për me ndjes zjarrin e fitnes. Dhe Ummu Xhamil ashtu siç i barte drunt, ka më bën Allah që më i bart drunt si dënim tek për burrin e saj. Thot Ummu Xhamil e vëllazër, pse ka thujt Allah hamalet el hatab, që i bart drunt, se kjo a kanë prej një fisit me nam, pa kanë edhe pasur shumë, ama kanë shumë koprasë edhe shumë që ka lakmu pasuri dhe s'ka dash me i ble drunt, për ka shku vet i ka majt. Ka shku i ka majt në shpinë. E kur ka shku me lip drunt dhe mi majt në shpinë për mi prun në shpi, ka gjetë thera. E çato therat i ka do anësh dhe i ka lënë te pragu i shtëpisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose në rrugën që është prit me kalu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vetëm me dëmtuat. Edhe Allah subhanahu wa taala ka thonë ti barçë drunt apo kimi bor drunt nesër në xhehenem për burrin tan, me ashtu dënimin atij dhe vetes shtoj aksoj se kemi pas edhe fi jidiha hablum min masad. Apo ka thonë ulemajt, domethënë i kam dhënë therat tek pragu i shtëpisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi alayhi salatu wasallam ka ardhur në transmetim se ka thonë, edhe pse transmetimi është i dobët, ka thonë ja bani Abdi Manaf, ayu jiwarin hadha. Kur i ka pa therat pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë o fisi banu Abdu Manafit, domethënë akrabat e mi. Ka thonë çfarë kujshillë kjo është kjo? Dhe më i fuk therat. Është në transmetim të Aishës radhiyallahu anha, kjo është e vërtetë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kum pas shpinë mes 2 kujshive të këqij. Ebu Lehebit edhe Ukbe ibn Abi Muayth. 2 armikëve më të mëdhenj, por Ukben kena me fol, po Ebu Lehebin janë duke fol. E ka pas shpinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngjit me një anë ka pas Ebu Lehebin ngjit, nga ana tjetër e ka pas Ukbe ibn Muaythin. Ato janë kanë fshijtësinë më të keqe. Ka tu janë kanë pas kujshit të këqij. Dhe çdo njëri prej tyre thotë vazhdimisht më ka fuk diçka, ose pa pasërti të kafshëve, ose plancin e kafshëve. Edhe kur i ka pa pejgamberi alaihi ka marrë ka fuka, më thonë atë ka thonë ayu jiwarin hadha. Thuhet gjithashtu se hamalet el hatab që i ka bart fjalët në gruaja e Ebu Lehebit është quajtur kështu sepse i ka bajt drunt, thuhet se i ka bajt për arsye se i ka bajt fjalët. Do të thonë ka bajt fjalë, i ka shpëndo, ka bënë mime, domethënë tek Mekasit, duke shoh, duke ofendu, duke akuzuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në veçantë i akuzave që i ka pas ka qenë se është fukara. Ka thënë shkak ngoni këtan se është fukara për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fukara në parë mi po, akoni pasur alaihi salatu wasallam shpirtnisht. Tregohet një ditë për ditëve, tregon Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu anha. Thotë ishte Abu Bekri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çave.
edhe për shef Ebu Bekri Ummu Gjemilen, gruan e Ebu Lehebit, se po afrohet me një gur në dorë. Edhe thot kitë me mlef. E tha Ebu Bekri, ja Rasulullah, ti shem shef, thot se s'durohet kjo. Sa kon shumë e fleqt. As kisha mi ba se gruja. I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam Ebu Bekrit, lën të rani. Në thonë, s'ka me më pa kjo. Innaha lën të rani. Ajo nuk ka me më pa, për asyje se Allah ka me lën perde mes meja dhe asaj. Thuhet që ka pas me laçe që e ka pengu. Po kjo është edhe vërtetimi i fjalës Allah surën Isra. Ku thot Allah subhanahu wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kur ta lexosh ti Kur'anin, mes teje dhe atyre që nuk e kanë besu, ahireti kena me bon hijab. Perde, kena me lën perde. Dhe është afrua jo Ummu Gjemil të Ebu Bekrit, thot, ku e ki shokin tanë? Ha, më në gjithë pejgamberi alayhi salatu. Se ka po? Ka thonë, inë sahibeke hajani, ka thonë, ki shoku jotë ka thurë poezi duke më akuzu mua. Duke pas përshim shka? Surën të bet jeda bil habim. Ebu Bekri thot, pasha Allah, thot, nuk ma hajaki. Nuk ka thurë poezi, sa ka thonë, nuk di poezi me thurë. Ka dosh me thonë se ajo është fjali Allahut. Nuk i ka thurë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka thonë, a nuk e di ai që unë jam për një fisit shumë me nam, edhe jam edhe poete. Ka thonë, me po, thot, për goje që këtë gurin, e ka pas një gur në dorë, ka thonë, ka me gjujt pejgamberin alayhi salatu wassalam, e përpare ka pas. Dhe pastaj ka thurë një poezi kjo Ummu Gjemil, dhe duke thurë këtë poezi, duke recitu, dhe më thonë, është largu. Çka është e poezia, ka thonën, mudhammaman abayna. Do të thonë kjo është në shmim, mudhammaman abayna wa dinahu qalina wa amruhu asayna. Ka rrimim apo? Mudhammaman e ka pas përshëllim kan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po nuk e kanë thirr Ummu Gjemili dhe mushrikët tjerë kur kanë dashur me ofendu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk e kanë thirr Muhammed, sepse emri Muhammed nuk kupton njeri që vazhdimisht lavdrohet. Po e kanë thirr mudhammam që njeri që nënçmohet edhe për buzët. I kanë thonë mudhammam, si ka thonë Muhammed, se Muhammed emri mirë. Edhe kjo thot tash mudhammaman abayna. Thot mudhammamin thot ne nuk e pranojna. Wa dinahu qalina, dhe fenë e atina e akuzojna. Wa amrahu asayna, dhe urdhën e tij na refuzojna. E ka thurë kjo si poezi. E pejgamberi alayhi salatu wasallam për emrin që e ka thonë kjo Ummu Gjemil edhe tjera, ndoshta kanë marrë edhe në për vende tjera në sire, ka thonën, a nuk çuditni ju me mushrikët se si Allahu azza wa jall mbron mua nga akuzat e tyre kur ata e shohin edhe e bojnë lanet mudhammemin, a unë jam Muhammedi. Pra Allahu mund ka thujt Muhammed, njëri që lavdrona. Ato së më shohin mua, po e shohin mudhammemin, a unë s'jam ai. Andaj thot Allahu azza wa jall, po në këtë tregimi që përmendëm Ummu Gjemil, Allah e mbrojti pejgamberin alayhi salatu wasalam nga, do më thonë, që edhe nga gjuha e saj, po edhe nga veprat e saj, sa jo ta kish pa pejgamberin alayhi salatu, kish gjuhë me gur. Po se ka pa. Po e ka mbrojt edhe pe gjuhës sajna që ai mos më shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili është Muhammed, po më shoh atë doni mudhammem, do të thonë që ata kanë pas në kryet e tyre. E Allah thot për ta fi gjidja hablum min masad, qafën e saj ka një çarkore me të përdredhur. E kjo çarkore ka thonë se ibn Musaib edhe të tjerë pe ulemave, ka thonë që ka pas një çarkore të arrit. Dhe kjo çarkore në arrit kjo e ka dhënë. Domethënë e ka shpenzu, ka thonë ka më shpenzu kerret për me armisu pejgamberin alayhi sallam. Domethënë rrugë për me armisu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allah si dënim jap në ahiret, thot ti je në gjendën këtë dunjë me shpenzu çarkoren tonë për me e shoh pejgamberin alayhi sallam e armisu, thot kam të dhënë një dënim të përhershëm. Pafund domethënë kiamet duke ta dhënë një çarkore që ka më kanë dënim për ti, domethënë çarkore që thuhet në për ka Ibn Abbas e të tjerë çarkore që ka më hi në trupin e saj, ka më dalë dhe ka më përdrejt vazhdimisht dhe ka më përplas në altë poshtë ata si dënim deri në pafundsi. Domethënë ai xulasa e kësaj si dobi vëllazër është se kushdo që ndihmon zullumçarin, është krah i tina, ka më fitu atë që ka fituar zullumçari prej dënimit dhe është pjesë e dënimit. E katërta dobi vëllazër është se njeriu mundet me e fitu fundin ose me kon fat keq me burrin ose me gruan varësisht. Do të thonë tash për arsye të burrit të keq edhe gruaja që shkojnë në rrugën e atij burrit, domethënë e pat fundin e keq. Do të thonë Ummu Gjemil për arsye të Abu Lehebit, domethënë e pat fundin e njëjtë.
Po mundet me kanë edhe mirësia e Allahut që të ditë me kanë të uzum, edhe burri edhe gruaja, edhe me ndihmuar njëri tjetrin në punë të mira. Sikur është në hadith, ka thënë pejgamberi alayhis salam, hadith është në Buhari, hadith është Abu Huraira radhiyallahu anhu ka transmetuar, rahimallahu rajulan qama min al-layli fa salla wa iqadha imra'atahu fa sallat fa inabat nadaja fi wajhiha al-ma. Do të Allahu më shëroft një burrë që është shumë u fal natën. Dhe ka dashur me çu edhe gruajen. Po ajo nuk do më çu, thotë spërkat me ujë në fytyrë. Allahu më shëroft, thotë bën dua pejgamberi alayhis salam. Po thotë Allah edhe më shëroft një vajzë, një grua e cila çohet për më fal natën edhe çon edhe burrin e saj. Dhe ai nuk do më çu dhe spërkat me ujë. Çka do të thonë kjo do të thonë që i ndihmojnë një tjetër për punë të mira. Po ka mundësi me kanë të ditë devijum ose ka mundësi njëri me kanë udhëzuar njëri devijum. Edhe me fitu kjo që ose ndoshta edhe mundet me kanë edhe në shtëpi, po. Andaj Allah azza wa jalla të katër shembull që i përmend, do të thonë ka pru shembull në Kur'an. Do të thonë burri dhe gruaja musliman, Ibrahim alayhis salam me bashortën, ose Zekeria me bashortën, ose Imrani alayhis salam me bashortën. Edhe burri dhe gruaja musliman. Edhe burri edhe gruaja jo besimtarë shembulli e Ebu Lehebit me bashortën e tij. Burri musliman e gruaja jo muslimane, shembulli Nuhit alayhis salam me bashortën ose i Lutit me e shembulli burrit jo musliman me gruajën muslimane, shembulli Firaunit me gruajën Asien alayhis salam. Andaj do të më pas kujdes edhe vëllezërit po edhe motrat. Thonë sidomos ata të cilët janë beqar ose beqaresha. Për zgjedhjen e bashortit ose partnerit jetës. Domethënë do të më pas kujdes shumë sepse mundet me ndiku dhe ka predispozita me ndiku shumë njëna palë për tjetrës edhe pse shpresojna mos më ndiku për keq, po për të mirë, ama nëse jeton edhe me një shtëpi, domethënë mundesh më ndiku sikur s'është ndikuar Ummu Leheb apo Ummu Xhamilja për me bashortin e saj, apo andaj pejgamberi alayhis salatu wasalam tha idha atakum man tardawna khuluquhu dinahu fazawwiju. Nëse ju vjen, dhe kjo vlen për motrat, nëse ju vjen dikush që jeni të kënaqur dhe razi ju me moralin e tij dhe fenë e tij, zawwiju martoni. Illa tafalu takun fitnatu fil ardi wa fasadun arid. Nëse se bane këta, atë ka më bë fitnë e madhe dhe fesad i madh. Aknena ka ana tjetër e beqarëve, vlen hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjithashtu edhe këtu Abu Huraira, to di hadithet e tij, transmeton Abu Huraira, ku tregon pejgamberi alayhis salam se martohet gruaja për çka? Për katër arsye. Njëra prej tyre është lima aliha, wa li jamaliha, wa li hasabiha, wa li diniha. Ose për pasuri, ose për hasab, për prior, ose për fe, apo çka ka thonë fund? Fazfar për dhati din të ribat jeda. Zgjidhe të fejnë, sepse është më e rëndësishme të lumë që ndurë. E pensa për dobi e lëzër, është se del në shesh në sidomos, në veçanti nga sureja, mrekullia e Kur'anit. Mrekullia e Kur'anit dhe vërtesia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Qysh? Po në surën Mesad e vëllezër, Allah i përmend 3 gjëra që janë gajb që s'mundet me ditë pejgamberi alayhis salatu wasallam. Po i din kush? Allamul Ghuyub, Allah azza wa jalla. E para se ka mu shkatru Ebu Lehebin bashkë me bashortën. Ku e ka ditë pejgamberi alayhis salam? Ata ndodhi. E dyta, që nuk kam i bë dobi as malli, pas bamat e tij e vllatë e tij, apo. Edhe ndodhi. Ai banon dobi Ebu Lehebit, a mujti më nal pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me thirrën e tij? S'mujti më nal. Pra nuk i banon dobi, apo. Ndodhi që ashtu ndodhi. E treta, fundi i tyre, Ebu Lehebit edhe bashortës Ummu Xhamilës ishte zjarri. A ka mendohet kjo? Ka mendohet sepse Allah ka përmend. Mirë, kur ka zbrit surja, a ishin gjallë këto apo kanë vdek? Gjallë ishin. E ka thonë Ibn Kathir dhe të tjerë kanë thonë, kjo tregon madhështinë e Kur'anit. Dhe mrekullinë e Kur'anit, se ato gjallë e kanë ditë këta dhe kanë mujt me përgënjeshtu, qoftë edhe formalisht nuk e kanë bë. Sepse Allah e ka ditë se këto s'kan me besu. Dhe Allah subhanahu wa taala është i gjithditur. E gjashta, vëllezër, shkurt, ose Ebu Lehebi është si model vëllezër për armisht e Allahut, se si luftohet Islami. Mi po është model me tregu që edhe, ka me të ndodhë, ajo që i ka ndodhë Ebu Lehebit. Fundi kene me pas njëjtë. Dhe më thonë, tash përdoren portale ndryshme, kanale ndryshme, emisionet ndryshme, apo llogaritë ndryshme në rrjetet sociale për me luftu Islamin. Mi po thonë ulemaja, ti mundesh me ndru emrin, mundesh me ndru metodën, ama rruga është e vjetër, është rruga e Ebu Lehebit. Dhe që ajo çatë rrugë që e ka trasu Ebu Lehebi dhe që fundin e Ebu Lehebit kemi pas njëjtë. Do të kam qenë një përderisa të mundosh me luftu Islamin dhe muslimanët, andaj
nuk kanë me bë dobi askujt i cili domethënë e përdor lapsin e tij, gishtat e tija, domethënë pasurinë e tij për me luftu islamin, nuk kanë me bë dobi ndjekësit e tij, as lajkët, as kur gjallë ton, nëse te Allah subhanahu me shpëtun nga dënimi i Allahut. Dhe se domethënë fundi nuk është i atij i cili ka më shumë ndjekës, më shumë lajka, e më shumë pasuni, po është i atij i cili është në rrugën e Allahut xhalla xhelalu, yuridun an yutfi'u nur Allahi bi afwahihim wa wallahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Ata dojnë me gojet e tyre me shkim dritën e Allahut, ama Allahu vese ka me plasu dritën e tij edhe nëse ata nuk jo besimtar nuk dojnë. Njëna prej dobive vëllezër që është e shtata, do të mundohem shumë shkurt brenda 2-3 minutave. Pejgamberi alayhis salam kur ngjitën kodrën e Safas. Për këtu disa dy themele që kanë të bëjnë me informimin që mundon i kanë përdorur domethënë edhe mediat, po edhe me thirrjen që ne duhet ta përdorim si musliman. Njëra është ngjitur në majën më të lartë për me thirr njerëz, majën Safas. Kjo tregon çka? Këta kanë marrë shembull mediat që me zgjedh një vend më të lartë dhe më përshtatshëm për mu përhap sinjali apo antenë nëpërmjet antenave të tyre. Po gjithashtu dyta shkash që është më thelbësore është se pejgamberi alayhis salam e ka përdorur sinqeritetin, vërtetësinë për ta përhap islamin apo pra ka përgatitur terrenin. Ky që e jep mesazhin, por ata që e marrin ka pas besueshmëri të plotë. Apo andaj pejgamberi alayhis salam thotë, nëse i kisha thënë që është një ushtri, a do të besoni thotë asnjërs në këtë. Domethënë këtu më tash ekziston një besim i plotë. Dhe ka më kanë shumë i pranueshëm mesazhi të cilën ti e përcjell. E para fundit vëllazër, ka thonë ulemoja pse ngadalë e kanë pas njerëzit në atë kohë pejgamberit alayhis salam me e pranu islamin dhe të vërtetën, edhe pse ka qenë shumë e qartë, ka thonë për arsye se ka shluar shumë rraj zakonet edhe traditat. Do të thonë ne kena përmend natyrshmëria fitreti kishte zonë mu prish. Apo andaj kanë shlu shumë rraj zakonet, traditat që e ka pas vështirë pejgamberi alayhis salam me nxjerr njerëzit pjatë. Apo dhe kjo ndodh edhe në mesin e muslimanëve. Domethënë, aty ku janë kanë përhaptë dhe kanë shluar rraj bidate shumë marran me çrronjose sa me një vend që nuk është kështu. Dhe e fundit vëllazër është përmend në ligjëratën se Abu Talibit i kanë ardhur mushrikët dhe për me e bind ata që me dorëzu pejgamberin alayhis salam, mi po Abu Talibi shkon i thot disa fjalë të buta, i zbut ata edhe i kthen. Amë pejgamberi alayhis salam nuk u nal. Çka tregon kjo? Se edhe ne nuk duhet më unal në thirrjen tonë. Dhe se ne nuk duhet më marr me armiqt, po ajo është me përhap islamin dhe të vërtetën dhe sunetin. Edhe nëse dikujt nuk e konvenon, edhe nëse dikush vazhdimisht neve na akuzon. Dhe është një proverb që thonë law ramayta kull kalbin yanbahu bi hajarin la faniyat al hijar. Ka thonë se çdo çan që le ti e gjun me gur, do të kanë më hub, kanë më sos gurxhit. Se shumë çan ka që lehen. Apo edhe s'kemë pas më gur. Shumë armiq ka në islam. Ti nëse mirësh me to, domethënë s'kemë shumë, kemë hub këtë energjinë. E jona është me përhap dhe me krep, me uzu sa më shumë, domethënë dorën tonë si sebeb, edhe me përhapit të vërtetën, ato domethënë s'ka më pas çka më bë. Me lejen e Allahut subhanahu wa taala, lutem Allahun azza wa jall që na bën për atyre që e përçafojmë, e shoqërojmë, e praktikojmë sunetin e pejgamberit alayhis salam këtë dunjë dhe shoqërojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhenetul firdaus. Amin. Wallahu taala alayhi wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.